Çfarë personaliteti ka një shigjetar? Shigjetarët janë eksplorues të botës dhe të vetes. Ata preferojnë parimet mbi emocionet dhe shpesh pyesin veten kush janë. Janë të prirur të ndryshojnë punë, filozofi dhe besime gjithmonë në kërkim të kuptimit të jetës. Për ta bota është një park lojrash ku e panjohura është gjithmonë tërheqëse. Në thelb, ata duan të kuptojnë si funksionon bota. Shigjetarët janë të papërmbajtur, të pandikuar nga lidhjet materiale dhe të etur për të përjetuar çdo gjë që sfidon kufijtë e mundësisë. Ata janë aventurier të patrembur dhe kritik të mpret, të vetëdijshëm për dallimin mes dijes sipërfaqësore dhe asaj të brendshme. Për ta, njohuria e brendshme është më e thellë dhe më e fuqishme se ajo që vjen nga burimet e jashtme. Dobësitë e shigjetarit. Shigjetarët janë luftëtar dhe poet. Përkushtimi i tyre ndaj lirisë shpesh i bën të shpërqendruar, por kur vendosin një qëllim janë të pamposhtur. Megjithatë, optimizmi i tyre i pakufishëm mund t'i bëjë të papërgatitur për realitetin. Ata shpesh luftojnë për t'u përqendruar dhe kanë tendencën të braktisin projekte pa i përfunduar. Çfarë i bën të veçantë shigjetarët? Shigjetarët duan të tejkalojnë kufijtë e realitetit, por shpesh harojnë të shijojnë gëzimet e vogla të jetës. Standardet e tyre të larta mund t'i bëjnë të duken arrogant. Kurioziteti i tyre i pafund shpesh i bën të shqetësuar dhe të paaft për të qëndruar gjatë në një vend. Ata nuk ndjekin sigurinë, por kërkojnë gjithmonë ndryshim dhe liri. Kjo shpesh i çon në ndjesinë se nuk përfundojnë asnjë gjë plotësisht, pasi janë gjithmonë në kërkim të zbulimit të radhës. Dashuria dhe marrëdhëniet për shigjetarët. Shigjetarët bien në dashuri shpejt dhe nuk e shohin të nevojshme të jenë të kujdesshëm. Dashuria për ta është një emocion kalimtar dhe ata e shijojnë pa ndier nevojën për ta poseduar. Megjithatë, kjo liri mund të sjellë mërzi, pasi ata janë gjithmonë në kërkim të aventurës së ardhshme. Ata të riqen nga njerëz që i frymëzojnë të mendojnë më thellë dhe të shohin mundësi të reja. Inteligjenca dhe sensi i tyre i humorit janë armët më të forta për t'i tërhequr. Shigjetarët dhe miqësia. Shigjetarët janë besnik ndaj ideve të tyre, lirisë, dashurisë dhe vizionit të një bote më të mirë. Megjithatë, kjo besnikëri mund të mos jetë gjithmonë e drejtuar ndaj njerëzve. Ata nuk durojnë t'i mbahen në një vend apo të vendosen në korniza. Kushdo që përpiqet t'i kontrollojë apo t'u jap këshilla, bëhet armik. Si të tërhiqni një shigjetar? Provokojini intelektualisht, duke kundërshtuar një libër që po lexojnë. Ndani një filozofi që i frymëzon të mendojnë për një botë më të gëzueshme. Sugjeroni një aventurë të papritur si aratisja pas një nate së bashku. Shigjetarët janë pasionant, të pavarur dhe gjithmonë në kërkim të më të madhe si në jetë ashtu edhe në dashuri.